Rreth 50 punëtorë të gjithë me shtetësi maqedonëse janë larguar nga puna nga kompania Bechtel Enka, pa paralajmërim para prag dhe pa një sqarim të detajuar zyrtar. Kështu thon punëtorët që sot u njoftuan dhe mbetën pa punë në rrugë. Ata theksojnë se arsyeja e vetme që u është thënë është se qeveria nuk ka lëshuar mjete financiare për pagesën e pagave të tyre. Ata thonë se vendimi për largimin nga puna ka ardhur pa pritur, duke i lënë pa punë dhe pa siguri financiare. Валево дојдовме на работа и ни дадоа список кој од нас претежно од Македонија. Sot erdhëm në punë dhe na dhan listë se kush nga ne punëtorët e Maqedonisë nuk do të jemi më në punë. Ka disa nga kolegët që kontrata u skadon në muajin e 8 ose të 10, por na kanë larguar që tani. Arsyeja na thanë sepse nuk kanë marrë mjete nga shteti që më pas të na paguajnë neve. Thanë që ne nuk mund që u finansojmë vetë, kur shteti të lëshon mjete, do na thrasin prap, ashtu na thanë. Unë momentalisht jam i punësuar që 2 vjet duke Bechtel Enka, dhe me thonë sot metëm pa punë. Këtu dhe me thonë gjithë Tetovës, Gostivarit dhe të Kërçovës që kemi të punësut, dhe me thonë edhe ata i qitin nga puna, na pushum për punë. Edhe momentalisht erdhëm punë edhe na thanë që nuk jeni punë. Nuk e din, na thanë që shteti nuk ka pare, nuk kemi mundësi të financojmë ne, të paguajmë rroga, të majmë punë. Ndërkohë, ndoshta shteti lishon pare, ne do të thirrim punë, që kështu ka qenë puna në më thanë. Unë për shembull e kam kontratën deri në 17 e muajit 6. Asë nuk kam pushu për punë, domethënë. Edhe 4 muaj do të jem punë, nuk jem punë, domethënë kemi met faktikisht në rrugë. Edhe ka kolegë të tjerë deri muajin e 5, deri muajin e 6, deri muajin e 7 që i kanë kontratat. Deri muajin e 10 ka disa që i kanë kontratat, i kanë pushu gjithë për punë. Duke shpresuar se punimet dhe dinamika nuk do të zbehen nga Ministria e Transportit, thonë se ndaj kompanisë kontraktuar janë kryer të gjitha obligimet, ndërsa largimi i punëtorëve thonë se mund të ketë ndodhur nga kompanitë e nënkontraktuara. Lidhur me ndërtimin e segmenteve të autostradës së korridorit 8 dhe 10D, ju informojmë se deri më këtë moment të gjitha situatat financiare, faturat për punët e kryera janë paguar në kohë dhe në tërësi ndaj kontraktuesit nga ana e qeverisë. Sa i përket numrit të punëtorëve, kompanive që punojnë në emër të kontraktuesit si nënkontraktues, angazhimit të makinerive apo pajisjeve të tjera, ju informojmë se këto janë obligime kontraktuale të kontraktuesit Bechtel dhe Enka, për të cilat qeveria, Ministria e Transportit dhe ndërmarrja publike për rrugë shtetërore si investitor nuk kanë detyrime. Punëtorët kërkojnë që të respektohen kontratat e tyre të punës, të cilat shumicës e tyre u skadojnë muaj më vonë dhe që institucionet shtetërore të ndërhyjnë për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ata gjithashtu kërkojnë transparencë lidhur me arsyet e këtij vendimi dhe një zgjidhje të shpejtë për situatën e krijuar. Rasti ka shkaktuar shqetësim tek punëtorët dhe familjet e tyre, të cilët presin reagim nga institucionet përgjegjëse për të sqaruar dhe zgjidhur këtë çështje. Deri më tani nuk ka pasur reagim nga kompania gjigante ndërtuese Bechtel dhe Enka.